Një 23 vjeçar ka mbetur i plagosur me mjet prerës të llojit thik në Vlorë dhe është transportuar në spital ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. I riu me inicialet GI është shoqëruar në spital nga shërbimet e policisë, ndërsa gjendja e tij po monitorohet nga stafi mjekësor. Policia e Vlorës ka nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave dhe shkaqjet e ngjarjes, ndërsa pritet që të merret edhe dëshmia e të plagosurit pas përfundimit të ndihmës mjekësore. Informacion paraprak. Rreth orës 20:40 në Spitalin Rajonar në Vlorë është paraqitur përëndim mjekësore, shtetasi GI, 23 vjeç, banues në fshatin Picari, dëmtuar me mjet prerës. Nga veprimet e para hetimore dyshohet se në fshatin Picar pas një konflikti për motive të dobta me shtetasin VH 42 vjeç, banues në fshatin Lubonj, ku i fundit e ka goditur me mjet prerës. I dëmtuari ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve, ndërsa vijon puna për lokalizimin dhe kapjen e autorit. Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.